për një subjekt nga disa që kanë bërë shitjen e pronës, ka rezultuar që ka një hetim për subjektin prej disa kohësh, se disa, 1 vit, 2 vjet, 5 vjet, 10 vjet, nuk e di. Dhe për këtë arsye është bllokuar fondi që kanë paguar investitorët. Por ama transakcioni ka ndodhur. Pra investitorët janë pronarë sot. Fondi është bllokuar. Që do të thotë në këtë rast, fakti që ka pasur një hetim mund të jetë jashtëzakonisht pozitiv për çdo qoftë që mund ta fitoj me gjykat pronën. Nëse sepse hetimi nuk bëhet se këtu u bë një çarmure e madhe, çorp. Hetimi nuk zhvillohet për kompaninë, hetimi nuk zhvillohet për investimin, hetimi nuk zhvillohet për projektin, hetimi nuk zhvillohet për zhvillimin atje. Hetimi ishte një hetim në proces, është një hetim në proces për një individ, një subjekt që ka shitur pronë. Dhe për këtë arsye, pasi ka marrë të gjitha të dhënat nga agjencia jon e kontrollit të përpastrimit të parave, që ka bërë gjithë verifikimet për burimin e fondeve të investitorëve dhe që verifikimet e agjencisë bëhen në bashkëpunim me partnerë ndërkombëtar, SPAK-u ka lëshuar transakcionin, por nuk e ka lejuar, e ka çuar në konton përkatëse të